Përshëndetje nga televizioni Shpresa. Sot do të pyesin qytetarët se çfarë mendimi kanë për partitë politike në vend. Çfarë mendimi keni për partitë që kemi në vend? Absolut asnjë lloj mendimit. Si shihni pozicionin e tyre? Shqipërisë në bëjtë ti politike re. Unë jam prej marë për këtë qunin e ri që ka tash. A drejt i klapen. Jam protiv pse? Për dhe në personi provu me 35 vite, 34 vite. Jeni për një alternativë të re? Politikë të re nevojitet. Amerikën si e shihni? Rolin e Amerikës? Amerika më varë të politika sajtë, kondishën politika amerikane. Keni dëgjuar për një parti të re, Partia Shpresa Demokrate, e kryuar që nga viti 2001 me profesor Pollum Piliçin, i cili thotë se është misioner i dërguar nga Amerika dhe ka shpresë për shqiptarët dhe do të bëjnë qeveri teknike. Keni dëgjuar dhe si e shihni pozicionin e tij? Këtë nuk e kam dëgjuar, nuk kam asnjë lloj komendi përderisa se kam dëgjuar. Profesor Piliçi ka përmendur disa arrestime. Ngjove kam gjithë zonin e profesor Piliçit, por nuk e kam dëgjuar deklaratën e tij. Vetëm në alternativë që shoh më shumë të rinia. E këto majtën e djathtën i provume, politika vjetër duhet largohet. Çfarë mendimi keni për partitë politike në vend? Më duket një alternativë e mirë, po nuk i njohim, duhet të di më shumë për ta. Partinë Shpresa Demokrate, keni dëgjuar ndonjëherë me profesor Pollum Piliçin, i misioner i dërguar nga Amerika, i cili thotë që do të krijojë qeveri teknike? Jo, s'e kam dëgjuar. Ka bërë disa deklarata në lidhje me arrestimet e fundit, bëri edhe për Erion Veliaj. Okej. Se keni dëgjuar? Jo, për fat keq jo, domethënë. Kam dëgjuar më shumë për këtë të Llapaj edhe çka këta të rinë, domethënë. Ky është programi profesor Piliçit, i cili premton bashkimin e trojave shqiptare, rritjen e rrogave, të pensioneve, uljen e taksave, të çmimeve. Kjo për pensionet më pëlqen, domethënë. Po do të premton pensione $600 si në Amerikë, sepse është ka ardhur nga Amerika dhe premton që Shqipëria do të jetë me çmimet e Amerikës, me rrogat. Okej, mund të jetë një sy. Po, patjetër. Okej. Faleminderit. Për doja gjithmonë pushtetet të A do të vinë një alternativë re? Vi tjetër e sala. Një alternativë re po them. Jo ajo që ka qenë. Kushi po pleqt akoma në plakun gjallë pa për vdishje. Nuk e bëra shumë, nuk e drejtoj mua, po higi sa jep të drejtim. Do të shihni partitë e reja që vijnë, alternativë më të mirë për shqiptarët. Rolin e Amerikës si e shihni? Po ku di që nuk di më vën shpjegime ai gjatë se si mund të ecën atë, po them që gjithmonë të jetë më mirë e reja. Çfarë mendimi keni për partitë politike në vend? Partitë politike në vend janë shumë rregull. Partitë politike në vend, Partia Demokratike ka përparu, ka hecë shumë përpara. Mendoni se do të vinë pushtet? E bashkume me gjitha forcat e veta, edhe do korri fitori. Partia Socialiste ka qenë partia e korrupsionit, e krimit organizu, nuk ka një mu pensione, nuk ka një mu gjo, dhe ajo do shkojë në vendin e vetë ku jenë. Po partitë e reja si shihni? Partitë e reja janë lepuj me partitë e qera. Partitë që i kanë dhonë janë PD-ja e besoja janë si njifen. Partitë e reja janë tri, do hecin për parat, do shofin se çfarë zhvillimi kanë to, edhe ato kanë rrugë të mbarë. Po nuk janë gjenje partitë e reja për drejtu shtetin. Po rolin e Amerikës dhe ndikimin e saj në Shqipëri si e shihni? Si? Rolin e Amerikës dhe ndikimin e saj në Shqipëri, duke qenë dhe se s'pak drejtohet nga Amerika. Shqipërinë është një gjë shumë e madhe. Për arsye se Amerika po e shef se Partia Demokratike është më drejt, e ka po një mo zoti, po një mo në bota. Nga televizioni Shpresa jemi, çfarë mendimi keni për partitë politike në vend? Për partitë e vjetra politike, mendimi më negativ siç e kanë shumica shqiptarëve, kurse për partitë e reja, që se duhet të jetë pyetja e radhës, kemi besim tek ato. Te njerëzit e rinj ose forcat e reja politike. Besoni te partitë e reja politike dhe mendoni se mund të vinë ndonjëra nga ato në pushtet? Në pushtet tani për tani jo, por të sjellin ndryshimin. Ndryshimin duke mbledhur një pjesë të madhe të votave. Duke bërë një grup parlamentar. Rolin e Amerikës si e shihni? Amerika ka pas rol edhe kur morën pavarësinë që në 1912, në 1920 nëpërmjet presidentit Wilson, po gjithsesi ne duhet të bëjmë punën tonë, nuk do të presim as nga Amerika, as nga Gjermania, as nga Evropa. Profesor Pollum Piliçi është një misioner i dërguar nga Amerika, ka një Partia Shpresa Demokrate dhe ka shpallosur një program me 51 pika. Ndërto përfshihet miqin e shqiptarëve, do të rriten rrogat, do të rriten pensionet. Si
Si e shihni? A keni dëgjuar ndonjë deklaratat e tij që kanë folur për disa arrestime? Kam dëgjuar disa herë, për Arrestimin e Erion Velia. Erion Velia, do që ishte afër, po kjo dihet, po them nga çfarë kuptoj unë, pasi Erion Velia ka disa vite që është në nënën time, edhe ndodhi që u bë arrestimi tim. Mendoni se arrestimet do të shkojnë më lart se Erion Velia? Do shkojmë më lart, pasi pritet që në datën 12 mars të shpërndahet Parlamenti i Shqipërisë, edhe kështu që do humbasin imunitetin shumica e gjithë deputetët. Edhe s'pak kush është nga ata është në tim, do veproj lirisht pasi nuk kam imunitet. Çfarë mendimi keni për partitë politike në vend? Unë nuk kam asnjë lidhje me partitë politike. Janë kokë të gjitha. E ndiqni situatën politike në vend, e keni parë parlamentin, arrestimet. Shumë mirë që është, po për arrestojmë se drejtësia duhet vihet, vendoset drejtësia. Mendoni se drejtësia ka ardhur nga ne apo nga Amerika? Nga Amerika. Sepse ne nuk kontrolluar nga Amerika. normale, sepse ne kemi gjitha vite se kontrollojmë veten. Besoni se është më mirë një parti e re në pushtet apo partitë aktuale? Mendimi është një parti e re, është më mirë, por edhe këto që janë aktuale, po të jenë kontrolluara, pse jo? Do të kontrollohen nga dikush tjetër, nga Amerika, nga mësuar ne me shkop mbi kokë. Po do të vi momenti që të kontrollohemi nga vetë ne, nga shqiptarët, nga qytetarët, nga populli. Normal që dhe ne, se duhet një rrymë e re politike, duhet rinia në politikë, nuk duhet vetëm peshë të politikës. Keni dëgjuar për profesor Pëllum Pilinçin, i cili ka ardhur nga Amerika misioner dhe ka bërë disa deklarata për arrestimet e fundit që kanë ndodhur në SPAK. Kam dëgjuar. S'kam patur mundësi ta dëgjoj. Profesor Pilinçi ka lancuar një program me 51 pika ku është në mbështetje të shqiptarëve dhe garanton fjalën e lirë, bashkimin e trojave shqiptare, rritjen e pagave. Shumë mirë, nëse është forcë politike, duhet ta zgjedhin. Si kaluat nga televizioni Shpresa jemi. Çfarë mendimi keni për partitë politike në vend? Kanë punën e vet partitë politike, secili ban punën e vet. Dikush ka një zgjedhje, dikush ka një. Po për shqiptarët a bëjnë punë? Për shqiptarët bëje punë, ta marrë çaj si ban punë. Duhet vi një alternativë e re mendoni apo një nga partitë që keni? Që tash na shkëjet ato mësu. Paktën të hinë që të si din, edhe me drejtu taman, edhe. Çfarë mendimi keni për partitë politike në vend? Janë pikë brave. Nga televizioni Shpresa jemi. Çfarë mendimi keni për partitë politike në vend? Nuk duhet të di fare.